Qyteti i Korçës mirëpriti edhe këtë vit edicionin e 29 të festivalit ndërkombëtar të autorëve dhe poetëve Netët Korçare të Poezisë. Një festival që bën bashk poetë shqiptare të huaj, të cilët shfaqin talentin e tyre në këtë fushë, duke dhënë mesazhe të ndryshme përmes vargjeve dhe emocioneve që përcjellin. Ky event organizohet nga Biblioteka Publike Thimi Mitko në bashkëpunim me Bashkinë e Korçës, me qëllimin e vetëm për të mbajtur gjallë traditën e këtij eventi në juglindje. Drejtoresha e Bibliotekës Publike Thimi Mitko, Jorida Tollkuçi, theksoi se prej 30 vitesh ky festival ka qenë një urë lidhëse mes poetëve nga Shqipëria, Kosova dhe vende të ndryshme të botës, duke e kthyer këtë aktivitet në një traditë kulturore ndërkombëtare. Këtë vit festivali solli për herë të parë poet nga Izraeli, ndërsa të ftuar ishin edhe autor nga Greqia, Italia dhe Franca. Gjatë 2 ditëve të festivalit, aktivitetet nisën të shtunën me prezantimin dhe recitimin e poezive të poetëve pjesëmarrës, për të vijuar këtë të diel me mbjelljen simbolike të pemës së poezisë, panele letrare në bibliotek, promovime librash dhe vizita në muzeumet e qytetit. Qyteti i Korçës në fundjavën e parafundit të majit, ashtu si çdo vit, mirëpret poetët në festivalin ndërkombëtar të autorëve dhe poetëve Netët Korçare të Poezisë, një festival i cili shënon edicionin e 29 të saj. Për 30 vite me radhë, ky festival dhe qyteti i Korçës ka mikpritur poetë nga Shqipëria, Kosova dhe nga vende të ndryshme nga gjithë bota, duke shndërruar ata në një festival ndërkombëtar. Këtë vit, në edicionin 29 të saj, ne kemi të ftuar poetë nga Greqia, Italia, Franca dhe poetë për të parë që na vinë nga Izraeli. Atëherë janë 2 ditë të mbushura me aktivitete, që fillojnë me ditën e sotme, ditën e shtunë me prezantimin e poetëve dhe me recitimin e poezive përshëndetëse, më pas për të kaluar në ditën e nesërme, e cila do të jetë një ditë e mbushur me aktivitete, duke filluar nga ora 9:30 me mbjelljen e pemës simbolike të poezisë në lëndinën e poetëve në Bashkën e Xhoshpia, me panele letrare në Bibliotekën Publike Thimi Mitko, të cilat do të jenë 4 panele letrare ku personalitete të njohur nga bota edhe shqiptar do të promovojnë veprat e tyre. Interesante është që të ftuar kemi edhe pasardhësit e familjes Duraco, të cilët kanë themeluar qytetin e Gjenovës në Itali dhe pasardhësia ka shkruar dhe historinë e familjes Duraco, të cilën do ta prezantojmë nesër në bibliotekë. Më pas do të kalojmë vizitat kulturore në muzeumet e qytetit dhe me recitimet e poezive në muzeumet e qytetit. Dhe për të kulmuar me natën finale me orën letrare të poezisë, juria e përfaqësuar nga tre personalitete, mund të përmend jurin? Kryetari i jurisë është Entela Kasti, presidente e PEM për Shqipërinë. Antari i jurisë është Pierre Ersh Ardou, është botues, përkthyes dhe poet francez dhe profesor asociuar, dekania e departamentit të filologjikut dhe letërsisë, zonja Jonela Spao, ose një bashkëpunim midis institucioneve. Ky është një aktivitet i cili organizohet nga Biblioteka Publike Thimi Mitko me mbështetjen e Bashkisë Korçë dhe në bashkëpunim me PEN Shqipëria dhe Qendrën e Artit dhe të Kulturës. Poeti francez Pierre Ardou për herë të parë në Shqipëri shpreu emocion dhe mirënjohjen për ftesën në këtë festival. Ai ndau përshtypjet e para mbi qytetin e Korçës, duke theksuar harmoninë mes brezave dhe rëndësinë e mesazhit të paqes, që ai vetë synon të përcjell përmes poezisë së tij. Kjo është hera e parë që unë vi në Shqipëri, sigurisht në Korçë. Jam shumë i lumtur që jam këtu dhe falenderues që më kanë ftuar në këtë aktivitet. E vizitova pak qytetin në ecje këtë pasdite dhe më bëri përshtypje që kishte shumë të rinj, por edhe shumë të moshuar si një miksim. Më e rëndësishme për mua është paqja dhe këtë mesazh dua t'i jap sot. E ftuara e nderit e këtij edicioni, Alba Bardhyli, theksoi rëndësinë e këtij festivali për historinë e letërsisë shqipe dhe rolin që ai ka luajtur në ndërtimin e një ure komunikimi mes kulturave, gjuhëve dhe botëve të ndryshme. Ajo vlerësoi faktin që Netët Korçare të Poezisë janë kthyer tashmë në një traditë që gjallëron jetën kulturore, jo vetëm të qytetit të Korçës, por të gjithë vendit. Është shumë e rëndësishme që jemi sot në Korçë për të kremtuar, le të themi, festën e bukur të poezisë, të vargjeve që i shkon kaq shumë këtij qyteti, qytetit të artit, të fjalës, të kulturës. Vjen shumë mirë që Netët Korçare të Poezisë janë kthyer në një traditë të mirë për historinë e poezisë shqipe, le të themi, të dekadave të fundit, pasi është një festival i cili tashmë ka kaluar 2 dekada dhe përgjatë këtyre 2 dekadave ka shërbyer si një urë e rëndësishme lidhëse komunikimi mes botëve, gjuhëve, kulturave. Ky festival ka sjell pikërisht në këtë qytet të bukur poetë nga e gjithë bota, ashtu siç ka sjell këto ditë, kështu që e shoh si një ngjarje e cila i jep jetë
kulturës. Mua më pëlqeu lista e pjesëmarrësve dhe fakti që në këtë festivali është i fokusuar mbi dialogun. Poezia gjithmonë ka shërbyer si një formë e thellë dialogu, si një formë dialogu që i shërben qytetit, i shërben mendimit, i shërben shoqërisë, kështu që përgjatë këtyre ditëve do kemi mundësi të dëgjojmë dialog përmes mendjeve të ndritura që janë sigurisht mendjet e poetëve, të shpirtrave të thellë njerëzor. Kështu që në këtë formë mendoj që ky festival sjell edhe një vlerë tjetër të vlerës së artit të dëgjimit për cilën ne kemi shumë nevojë. Poetja Valbona Lola, e cila mori pjesë për herë të parë në këtë festival, e konsideroi një nder dhe kënaqësi pjesëmarrje në këtë event të veçantë. Ajo prezantohet me poezinë e saj të prespërjetësisht, duke ndarë mendimin se çdo njeri që mbar dashuri në shpirt është një rrezë drite për të tjerët, një mesazh që përputhet me temën e këtij viti, rrezë drite. Është nder dhe kënaqësi që jam pjesë sot e këtij eventi kaq të çmuar për qytetin e Korçës, siç është eventi Netët Korçare të Poezisë. Ky event kryhet çdo vit, është hera e parë që unë marr pjesë dhe jam shumë e lumtur marr pjesë me një poezi të veçantë të prespërjetësisht. Shpresoj që poezia të pjetohet dhe të vlerësohet nga juria. Gjithsesi, është nder i veçantë për mua të jem sot këtu. I lidhur me temën e këtij eventi, që është rrezë drite, unë mendoj që çdo njeri që mbar dashurinë brenda vetes së tij është një rrezë drite për të gjithë të tjerët. Prandaj le të përpiqemi që të jemi rrezë drite e çmuar për të gjithë njerëzit. Sa më shumë dashuri. Me një atmosferë të ngrohtë dhe të mbushur me emocionet e vargjeve që ka përcjell kufi gjuhësor dhe kulturor, edicioni 29 i Netëve Korçare të Poezisë u rikthye sërish, duke lënë pas kujtime të paharrueshme për poetët dhe ardashësit. Ky festival vazhdon të dëshmojë fuqinë e fjalës së shkruar për të ndërtuar ura mes njerëzve, duke e kthyer Korçën në një kryeqytet të poezisë ndërkombëtare. Me syt nga edicioni jubilar i vitit të ardhshëm, Netët Korçare mbeten një dritare e hapur për dialogun artistik dhe një reflektim i bukur mbi dashurinë për fjalën.